Pas shpalljes së Rogertit si finalisti i 4 në Big Brother VIP Albania 5, rrjeti është ndezur nga një tjetër detaj që po qarkullon me shpejtësi. Menjëherë pas këtij momenti, Rogerti është parë duke hapur një pjetet së dy, duke i bërë edhe një lloj promovimi publik, madje duke përmendur edhe kusho. Ky veprim ka ngritur pikpyetje të shumta tek ndjekësit. Pas shpalljes së Rogertit si finalisti i 4 në Big Brother VIP Albania 5, rrjeti është ndezur nga një tjetër detaj që po qarkullon me shpejtësi. Menjëherë pas këtij momenti, Rogerti është parë duke hapur një pjetet së dy, duke i bërë edhe një lloj promovimi publik, madje duke përmendur edhe kusho. Ky veprim ka ngritur pikpyetje të shumta tek ndjekësit. Rogerti duke falendëruar sponsorin? Në rrjet kanë nisur aludimet. A ka mbështetje direkte nga brandi? A është kjo një rastësi apo diçka më shumë? Ajo që po bën më shumë zhurmë është pretendimi se 8-2 mund të ketë ndikuar me rreth 50.000 vota për ta çuar Rogertin në finale. Megjithatë, deri tani, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, gjithçka mbetet në nivel thashethemesh dhe dyshimesh online. Fansat janë të ndarë, disa besojnë se ka diçka pas kësaj, ndërsa të tjerë e shohin si një rastësi të egzageruar nga rrjeti. Një gjë është e sigurt, finalja po afrohet dhe debatet vetëm sa po shtohen.